Ajo ishte vetëm 17 vjeçe kur babai i saj e nxori nga shtëpia. Jo sepse ishte kokfort, jo sepse ishte e pabindur, por sepse ishte shtatzën dhe nuk pranoi të tregonte se kush ishte përgjegjësi. Nëna e saj i u lut ta falte. Të afërmit dhe fqinjët u përpoqën ta qetësonin. Edhe miku i tij më i afërt foli në mbrojtje të saj. Por babai i saj mori një vendim atë ditë dhe nuk u tërhoq prej tij. 3 vite më vonë, vajza që ai kishte mohuar u kthye. Dhe nuk u kthye me justifikime apo lutje. U kthye me një të vërtetë që tronditi një komunitet të tërë, zbuloi një burr të respektuar dhe e detyrua një baba krenar të përballej me gabimin që shkatërroi familjen e tij. Çfarë i ndodhi vërtet pasi u dëbua nga shtëpia? Pse heshti për kaq shumë kohë? Dhe si arriti vajza që dikur flinte në rrugë të kthehej aq e fortë sa të ndryshonte gjithçka? Qëndroni deri në fund për ta zbuluar. Para se të vazhdojmë, merrni një moment për ta pëlqyer këtë video. Abonohuni në kanal nëse ju pëlqejnë historitë e vërteta, emocionale dhe domethënëse. Dhe shkruani në komente nga cili vend po na ndiqni. Më pëlqen t'i lexoj të gjitha. Dhe nëse dëshironi ta mbështesni këtë kanal edhe më shumë, mund të përdorni opsionin Faleminderit mbështetës, Super Thanks. Mbështetja juaj na ndihmon të vazhdojmë të tregojmë histori të fuqishme si kjo. Tani, le ta nisim historinë. Jorina u rrit në periferi të qeta të Dumres, jo shumë larg Belshit, në një vend ku njerëzit i njihnin njëri tjetrit zërat dhe hapat. Rruga që të çonte te shtëpia e familjes së saj ishte e ngushtë dhe me pluhur, e rrethuar nga gardhe të ulta guri dhe kopshte të vogla ku rriteshin domate, speca dhe qep. Në mëngjes, ajri mbante erën e dheu të lagur dhe të druve të djegura, ndërsa nga mesdita përzihej me aromën e bukës së sapo pjekur që dilte nga shtëpitë përreth. Jeta ecte ngadalë aty, e matur nga lindja e diellit, oraret e faljes dhe ditët e tregut. Në moshën 17 vjeçare, Jorina ishte tashmë e njohur në gjithë zonën, për të flitej me respekt e siguri, sikur askush mos kishte dyshim për llojin e vajzës që ishte. Ajo i përshëndeste të moshuarit siç duhej, me zë të ulët dhe me sy të përkulur lehtë. Nuk kalonte kurrë pranë dikujt pa e përshëndetur. Kur kalonte pranë kafenesë së vogël në kthesën e rrugës, ku burrat pinin kafe në heshtje, ata e përshëndesnin me kokë dhe ndonjëherë i thoshin "U rritësh me mirësi". Ajo gjithmonë përgjigjej me një buzëqeshje të përmbajtur. Jetonte me prindrit në një shtëpi modeste me çati me tjegulla të kuqe dhe një fiq pranë portës. Shtëpia nuk ishte e madhe, por ishte gjithmonë e pastër. Shpresa, nëna e saj, besonte se rregulli në shtëpi tregonte rregullin e zemrës. Çdo mëngjes pastronte oborrin me kujdes, hidhte pak ujë që pluhuri të mos ngrihej dhe shtrinte rrobat në diell. Jorina e ndihmonte pa pasur nevojë t'i kërkohej. Mbushte ujë, lante enët dhe mësonte duke parë nënën teksa ngjiste brumin mbi tryezën e drunjt, duke e palosur me durim dhe duar të qeta. Në ditët e tregut, shpresa zgjohej para agimit, përgatiste byrek me spinaq ose djath, i mbështillte me bezet e të qëndronin të ngrohtë. Jorina e shoqëronte në Belsh, duke mbajtur shportat dhe duke përshëndetur shitësit që i njihnin prej vitesh. Shpresa shiste pa zhurmë, pa ngritur zërin, dhe njerëzit ktheheshin tek ajo për ndershmërinë e saj. Jorina qëndronte pranë saj, e sjellshme dhe e vëmendshme, herë duke dhënë kusurin, herë duke mbajtur shportat. Gratë e tjera shpesh e shikonin me admirim dhe i thoshin shpresës se e kishte rritur vajzën siç duhej. Ramadani, babai i Jorinës, ecte me krenari. Ishte një burr i formuar nga tradita dhe përgjegjësia, me shpatulla ende të gjera, edhe pse vitet kishin filluar ta rëndorin. Në fshat fjala e tij kishte peshë. Nuk ishte i pasur, por ishte i respektuar, dhe respektin e mbronte me kujdes. Për Ramadanin, nderi i një burri nuk ishte vetëm personal, ai përkiste familjes. Sjellja e vajzës së tij reflektonte emrin e tij, dhe ai besonte fort se disiplina dhe reputacioni mbanin shtëpinë në këmbë. Me gjithë seriozitetin, ai e donte Jorinën hapur, shpesh fliste për të si gëzimin e tij dhe si provë se kishte jetuar drejt. Kur fqinjet e lavdëronin, fytyra e tij zbutej dhe ai tunte kokën në heshtje. Ai kishte pritshmëri të mëdha për të, jo përmes rregullave të ashpra, por përmes standardeve të pashprehura. Jorina i kuptonte mirë. Ajo ishte e kujdesshme në mënyrën si fliste, si vishej dhe ku shkonte. Nuk qëndronte jashtë pasërsirës, nuk merrej me fashetheme. Jeta e saj kishte kufi të qartë dhe ajo rralli vinte në dyshim. Në mbrëmje, familja hante bashkë rreth tryezës së ulët.
Ushqimi ishte i thjesht, por i bollshëm, fasule të gatuara ngadalë me qep, bukë që këputej me dorë, kos si hedhur në tasa. Ndonjëherë shpresa përgatiste mish me speca kur kishin mundësi, dhe ato mbrëmje ndiheshin të veçanta. Pas darke, Ramadani shpesh dilte të ulej me fqinjët, duke biseduar për bujqësinë, lajmet apo ngjarjet në zonë. Jorina dhe ëma qëndronin brenda, lanten enët dhe përgatiten për ditën tjetër. Mes vizitorëve të shpesh të shtëpisë ishte Arditi, një mik i vjetër i Ramadanit. Ai vinte nga qyteti dhe sillte me vete një siguri që binte në sy. Shpesh sillte dhurata, ndonjë ëmbëlsirë apo ndonjë send për shtëpinë. Fliste bukur dhe dinte si t'i bënte njerëzit të ndiheshin rahat. Për Ramadanin, Arditi ishte si vëlla, një njeri të cilit i besonte pa hezitim. Jorina e trajtonte me respekt, si çdo të rritur tjetër, duke folur pak në praninë e tij dhe duke dëgjuar në heshtje kur ai fliste. Jeta, të paktën me dukje, ishte e qëndrueshme dhe e parashikueshme. Jorina ndiqte shkollën në zonë dhe kthehej në shtëpi çdo pasdite pa vonesë. Mësuesit flisnin për të si nxënëse të përkushtuar dhe të përmbajtur. Ajo kryente detyrat me kujdes dhe shmangte çfarë do të lashi. Nuk kërkonte vëmendje, dhe kjo e bënte edhe më të besueshme në sytë të gjithëve. Në një komunitet ku çdo devijim vihej re shpejt, Jorina përshtatej plotësisht me pritshmëritë. Por ngadalë, nisën të shfaqeshin ndryshime të vogla. Në fillim nuk ishte asgjë shqetësuese. Një mëngjes Jorina nuk pati oreks. E lëvizi ushqimin në pjatë dhe tha se do të hajë më vonë. Shpresa e vuri re, por nuk tha gjë, duke menduar se ishte lodhje. Një ditë tjetër, Jorina ankua për marramendje teksa ndihmonte në kuzhinë. Ul për pak, mbështeti kokën mbi tryezë, pastaj u ngrit dhe vazhdoi punën. Me këlimin e javëve, energjia e saj u zbot, u bë më e heshtur se sajonisht dhe kalonte më shumë kohë vetëm në domën e saj. Nuk këndonte lehtë teksa ndihmonte nënën. Në mëngjes, ndonjëherë dilte papritur jashtë, duke mbuluar gojen me fytyrë të zbehtë. Shpresa filloi ta vëzhgonte me kujdes dhe shqetësimi i saj rritej ditë e kri. Një mbrëmje, teksa dielli po fshihej pas kodrave dhe shtëpia mbushej me shije, shpresa ul pranë vajzës së saj. E pyeti me butësi nëse ndihej keq. Jorina buzëqeshi dobët dhe tha se nuk ishte asgjë serioze, ndoshta lodhje apo ethe. U përpoq ta qetësonte nënën, por zëri i saj nuk ishte bindësues. Shpresa, që kishte rritur një fëmijë dhe njihte gjuhën e heshtjes, ndjeti një shqetësim të thellë. Edhe Ramadani e vuri re ndryshimin, edhe pse nuk e shprehua hapur. Ai e shikonte Jorinën në tryezë, vërente sa pak hante dhe sa shpesh largohej. Shqetësimi i tij shfaqej përmes vështrimeve të rrepta, jo përmes pyetjeve. Ai besonte se çdo sëmundje kalonte dhe rregulli mbante gjithçka nën kontroll. Megjithatë, diçka e trazonte ai, edhe pse nuk i jepte emër. Një mëngjes, Jorina nuk u ngrit në orarin e zakonshëm. Shpresa e gjeti ulur në buzë të shtratit, me duart mbi gjunjë dhe fytyrë të tensionuar. Ajo këmbguli se ishte mirë, por shpresa nuk mund t'i shpëriflonte më shenjat. Vendosi që do të shkonin në qytet për të parë një mjek, pavarësisht kundërshtimit të Jorinës. Ndërsa ecën drejt rrugës që çonte për në Belsh, shpresa ndjeti një shtrëngim në gjoks që nuk e shpjegonte botë. Jorina ecte pranë saj në heshtje, me hapa më të ngadaltë se sajonisht. Fshati dukej njësoj si gjithmonë, i qetë dhe i njohur, por për shpresën, gjithçka dukej paksa e ndryshuar, sikur diçka e padukshme të ishte zhvendosur nën sipërfaqe. Derisa arritën te stacioni i autobusit, shpresa e dinte me siguri se diçka nuk ishte në rregull, jo përse e dinte çfarë ishte, por sepse zemra e një nëne rrallë pret prova. Ngrohtësia dhe siguria që përcaktonin jetën e tyre ishin ende aty, por një tension i heshtur ishte vendosur mes fjalëve, duke paralajmëruar se qetësia që njihnin ishte e brisht. Dhe edhe pse askush nuk e tha me zë të lartë, ndjenja mbeti aty, e rëndë dhe e pasgjitur, duke pritur një të vërtet që ende nuk kishte marrë emër. Jorina dhe nëna e saj ecën krah për gjatë rrugës së ngushtë që dilte nga fshati drejt rrugës kryesore për në qytetin fqinj. Mëngjesi ishte i qetë, nga ato qetësi që zakonisht të jep ndjesi sigurie, por atë ditë dukej e rëndë. Shpresa mbante çantën fort pranë kraharorit, gishtat I ishin shtrënguara rreth rripit sikur ai të ishte e vetmja gjë që e mbante në këmbë. Jorina ecte gjysmë hapi pas saj, me kokën ulur, me stomakun e trazuar jo vetëm nga të përzierat, por edhe nga frika që nuk arrinte ta shpjegonte me fjalë.
Morën furgonin e hershëm drejt një klinike të vogël në qytetin aty pranë, një vend ku njerëzit shkonin zakonisht për kontrolle të thjeshta, injeksione apo këshilla mjekësore. Klinika ndodhej pas një rreshti dyqanesh të ulta, me mure të zbehta të shënuara nga vitet e diellit dhe pluhurit. Brenda, aroma e dezinfektuesit përzihej me erën e kafes që vinte nga tavolina e infermieres. Shpresa plotsoi formularin me duar që i dridheshin, shkroi moshën e vajzës dhe u ndal për një çast kur ju kërkua arsyeja e vizitës. Shkroi dobësi dhe të vjella dhe ja shtyu fletën përpara. Mjeku ishte një burr rreth të 50-tave, me sy të lodhur dhe zë të qetë. Ai e kontrolloi urinën me kujdes, bëri disa pyetje me zë të ulët dhe doli për të parë rezultatet. Shpresa priti në një stol druri, me gjunjët e mbledhur, sytë ngulur në pllakat e dyshemes. Urina u ul pranë saj, duke u ndjerë gjithnjë e më e vogël. Kur mjeku u kthyre, foli me kujdes, sikur po zgjidhte çdo fjalë. Tha se shtatzania ishte ende në fillim, 6 javë, ndoshta pak më shumë. Fjalët ranë mes tyre si diçka e thyer që nuk mund të rregullohej. Shpresa nuk qau menjëherë. Ajo e pa mjekun sikur ai të kishte folur në një gjuhë tjetër. Pastaj tundi kokën dhe i kërkoi ta kontrollonte sërish, duke këmbgulur se duhet të kishte një gabim. Urina ndjeu dorën e së ëmës t'i shtrëngoi fort në kyç. Mjeku e përsëriti me qetësi, por pa hezitim. Nuk kishte gabim. Rruga e kthimit drejt stacionit dukej më e gjatë se më parë. Shpresa nuk tha asnjë fjalë, por heshtja e saj ishte më e fortë se çdo britm. Kur u kthye në shtëpi, ajo e mbylli derën me kujdes, sikur po përpiqej ta mbante botën jashtë asaj që sapo kishte ndodhur. Vetëm atëherë u kthye nga vajza e saj. Zëri i saj u drodh kur bëri pyetjen. Kush është përgjegjësi? Si ndodhi kjo? Urina qëndronte pranë tavolinës, me krahët e mbledhur rreth vetes, sytë mbushur me lot por të largët. Ajo donte të fliste. Fjalët i ngjiteshin në fyt dhe pastaj zhdukeshin. Frika i shtrëngonte kraharorin. Ajo tundi kokën ngadalë. Shpresa ju lut, ju uli zërin, ju lut si nën, jo si gjykatëse. I tha se çdo gjë që t'i kishte ndodhur, do ta përballonin bashk. I tha se babai mund të dëgjonte nëse do t'ishin të sinqerta. Lotët e urinës filluan të binin, por ajo prap nuk foli. Heshtja ishte e vetmja gjë që ndjente se mund të jepte. Atë pasdite, Ramadani u kthye nga një mbledhje me burrat e zonës. Vendosi kapelen në raft dhe lau duart të legeni jashtë, pa e ditur se jeta e tij do të ndahej në dysh. Shpresa priti derisa ai u ul përpara se të fliste. Zëri i saj ishte i kontrolluar, por sapo ja tha, karrige e Ramadanit u tërhoq fort në dysheme kur ai u ngrit në këmbë. Fytyra ju shpërsua menjëherë. Pyeti nëse ishte e vërtet. Kur shpresa pohoi me kokë, zëmërimi mbushi dhomën. Ja drejtoi të njëjtën pyetje Jorinës. Kush e bëri këtë? Jorina qëndronte e palëvizshme, me syt ngulur në mur, e pa aft ta shihte në sy. Zëri i Ramadanit u ngrit. Ai foli për turp, për njoll, për mënyrën se si njerëzit do të talleshin pas shpine. Ai fliste jo vetëm si baba, por si një burr për të cilin emri kishte peshë në fshat. Jorina u përpoq të shpjegonte se kishte frikë, se nuk mund të fliste, por fjalët i dolën të ngatruara dhe të dopta. Zënka u dëgjua përtej mureve të shtëpisë. Fqinjet ngadalsuan hapat kur kalonin pranë. Dikush u ndal te porta duke u shtirur se kishte punë tjetër. Deri në mbrëmje pëshpëritjet kishin filluar. Njerëzit shkëmbenin shikime te kafeneja e vogël pranë rrugës. Disa tundnin kokën të zhgënjyer, të tjerë flisnin me zë të ulët për respektin e humbur. Arditi erdhi më vonë atë ditë, i tërhequr nga zërat dhe thasemetet. Hyri në obor me një shprehje shqetësimi të vendosur me kujdes në fytyrë. I foli Ramadanit me qetësi, duke i kujtuar se zemërimi nuk e zhbënte atë që kishte ndodhur. Sugjeroi durim, tha se vajza ishte e re, se gabimet mund të zgjidheshin pa zhurmë. Toni i saj ishte i matur, pothuajse i përgatitur. Ramadani e dëgjoi pa e ndërprer, me nofullën e shtrënguar. Kur arditi mbaroi, Ramadani e falenderoi për shqetësimin dhe u kthye në ana tjetër. Vendimi ishte marrë tashmë. Nga fundi i pasdites, Ramadani e thirri Jorinën jashtë. Disa fqinj qëndronin pak më larg, duke u shtirur se kishin punë tjetër. Shpresa qëndronte te pragu i derës, e zbeht, me duart që i dridheshin. Ramadani foli qartë, me zë të qëndrueshëm, por të ftohtë. Tha se Jorina kishte turpëruar familjen, tha se nuk do të rriste një fëmijë turpi në çatinë e tij. Tha se nga atë çast, ajo nuk ishte më e mirëpritur në shtëpinë e tij.
Fjalët dukeshin të pabesueshme edhe teksta përhapeshin në obor. Shpresa klishti dhe ra në gjunjë, duke ju lutur të ndryshonte mendjen. I kujtoi se Jorina ishte fëmiu i tyre i vetëm. Premtoi se do të gjenin një zgjidhje. Ramadani e ktheu fytyrën më njanë, refuzuar t'i shihte atë. Arditi lëvizi i parehatshëm, por nuk foli më. Ramadani hyri brenda dhe u kthye me një çantë të vogël, të cilën e hodhi pranë këmbëve të Jorinës. I tha të largohej para se të binte nata. Pastaj u kthye brenda dhe mbylli derën pas vetes. Shpresa e ndoqi Jorinën në domën e pasme, me lëvizje të shpejta dhe të dëshpëruara. Shtoi bukë të mbështjellur me rrek, pak djath dhe disa para që i kishte fshehur. Ja futi çantën në duar dhe e përqafoi fort, duke i pëshpëritur falje mes lotësh. I pyeti edhe një herë kush ishte burri, premtuar se do ta besonte. Jorina tundi kokën sërish. Nuk foli. Vetëm qau. Kur dielli ul pas kolave, Jorina doli nga porta. Rruga përpara dukej e panjohur, edhe pse e kishte ecur gjithë jetën. Mbante çantën në shup, hapat i kishte të ngadalt dhe të pasigurt. U kthye një çast. Nëna e saj qëndronte të dera, fytyra e mbuluar me lot. Dera pas saj mbeti e mbyllur. Askush nuk e ndaloi Jorinën ndërsa e largohej. Fshati që dikur e kishte përshëndetur me ngrohtësi e vështroi në heshtje. Kur qielli filloi të errëskohej, ajo ishte ashtë larg shtëpisë, duke mbartuar jo vetëm çantën e saj, por edhe peshën e refuzimit që do ta ndiqte për një kohë të gjatë. Jorina mbërriti në Elbasan vonë në mbrëmje, pikërisht në kohën ku rrugët po fillonin të qetësoheshin. Dritat e qytetit i dukeshin të forta pas errësirës së rrugës që kishte ecur për orë të tëra. Këmbët i ishin enjtur, shpina i dhemte dhe stomaku i digjej nga uria. Qëndroi për pak çaste pranë stacionit të autobusëve, pa ditur ku të shkonte mëtej. Njerëzit kalonin pranë saj pa u ndalur. Disa i hidhnin një vështrim të shkurtër dhe më pas kthenin kokën nga ana tjetër. Për ta, ajo ishte thjesht një fytyrë e lodhur, një problem që nuk donin ta shihnin. Eci derisa forcat e lanë. Pra një rreshti dyqanesh të mbyllura, u ul duke u mbështetur pas murit dhe e shtrëngoi xhaketën e hollë rreth trupit. Të ftohtit e kaldrëmit i hyri në kocka. Nxori copën e vogël të bukës që i kishte dhënë ëma. Ishte tharë, por ajo e hëngri ngadalë, duke e përtypur me kujdes, duke ditur se mund të ishte ushqimi fundit për një kohë. Rreth saj, qyteti vazhdonte jetën pa e vënë re. Makinat kalonin, zëra dëgjoheshin nga kafenet e largta. Askush nuk e pyeti për emrin, askush nuk e pyeti ku po shkonte. Atë natë, Jorina fjeti për herë të parë jashtë. Në fakt, mezi fjeti, çdo zhurmë e bënte të dridhej. Çantën e mbante fort pranë kraharorit, nga frika se mos ja merrte dikush. Kur erdhi mëngjesi, trupi i saj ishte i mpirë dhe i dobët. Të përzierat u kthyen, më të forta se më parë. Ajo u përkul pak, duke marrë frym thellë për të mos tërhequr vëmendje. Uria e ndoqi gjithë ditën, eci nëpër rrugët e Elbasanit, u ndal pranë furrave dhe tezgave të vogla, duke parë njerëzit teksa blinin byrek dhe kafe. Era e ushqimit e bënte të ndiej keq. Njëherë mblodhi guximin dhe i kërkoi një gruaje pak ujë. Gruaja e pa me dyshim dhe tundi kokën para se të largohej. Jorina u ul në një stol pra një sheshi të vogël, me duart e mbledhura në preher, sytë e ngulur në tokë. Ndihej e padukshme, sikur nuk i përkiste më se njëjtës botë me të tjerët. Aty e vuri re Valbona. Valbona ishte një grua rreth të 40-ave të vona, e veshur thjesht, por me kujdes. Mbante një çantë pazari me perime dhe bukë. U ndal kur pa Jorinën ulur vetëm, të zbeht dhe që dridhej. E pyeti nëse ndihej keq. Zëri i saj ishte i qetë, shpreha e fytyrës e shqetësuar. Jorina hezitoi, pastaj pohoi me kokë. Fjalët i dolën ngadalë. Tha se nuk kishte ku të shkonte. Nuk e përmendi menjëherë shtatzanin. Valbona e dëgjoi pa e ndërprer. I ofroi një shishe uji dhe këmbguli që të pinte. Pastaj tha diçka që Jorinës ju duk si shpëtim. Tha se kishte një apartament të vogël aty pranë dhe se Jorina mund të pushonte për pak kohë. Tha se askush nuk duhej të ishte vetëm në rrugë, sidomos në atë gjendje. Jorina e ndoqi me kujdes. Apartamenti ishte në katin e dytë të një ndërtese të vjetër. Korridori mbante erë lagështie dhe ushqimi të gatuar nga banesat fqinje. Brenda, apartamenti ishte i thjesht, por i pastër. Kishte një kuzhinë të vogël, një dhomë ndenjeje dhe një dhomë gjumi. Valbona përgatiti supë dhe bukë dhe ja vendosi përpara Jorinës. Ngrohtësia e ushqimit i mbushi syt me lot. Ajo hëngri në heshtje, nga frika se po të fliste do të shpërthente në të qara. Ditët që pasuan sollën një ndjenjë rutine.
Valbona e la Gjorinën të flinte në dhomën e gjumit, ndërsa vetë merrte divanin. E nxite të pushonte, duke i kujtuar shpesh se stresi nuk ishte i mirë për një grua shtatzëne. Gjorina ndihmonte me punë të vogla kur kishte forcë, lante enët dhe fshinte dyshemen. Valbona fliste me mirësi, ndonjëherë tepër e përkthelur, duke e thirrur vajza ime dhe duke thënë se fati i kishte bashkuar për një arsye. Për herë të parë që nga largimi nga shtëpia, Gjorina ndjeu një siguri të brisht. Filloi të besonte se ndoshta këtu do të përfundonte vuajtja e saj. Me kalimin e javëve, shtatzania e Gjorinës u bë më e dukshme. Valbona e çoi për kontrolle në spitalin publik. Sallat e pritjes ishin të mbushura, plok me gra që mbanin dosje dhe qese plastike. Infermierët flisnin shpejt me efikasitet. Kur Gjorina dëgjoi rrahjet e zemrës së foshnjës për herë të parë, frika ju zbut në diçka tjetër. Shpresë. Ishte e vogël dhe e lëkundur, por ishte aty. Lindja erdhi papritur, vonë një natë. Valbona e çoi me nxitim në spital, duke folur me vendosmëri me infermierët dhe firmosur dokumentet. Gjorina lindi në një dhomë të përbashkët, e lodhur dhe e dridhur. Kur ja vendosën foshnjën në krah, gjithçka tjetër u zhduk. Ajo e quajti Eliona, duke e përshpëritur emrin sikur të ishte një premtim. Për një çast, bota ju duke qetë dhe e mirë. U kthyen në apartament me foshnjën të mbështjellur me batanie. Valbona ndihmoi me ushqyerjen, larjen dhe ndrrimin, duke je vëmendshme me projësi. Gjorina i gjesoi plotësisht. Nuk kishte arsye të mos e bënte, por ngadalë, disa gjëra të vogla filluan të dukeshin të gabuara. Valbona filloi të bënte pyetje që e bënin Gjorinën të ndihej në siklet. Pyeti nëse kishte familjar që mund ta kërkonin. Pyeti nëse dihej kush ishte babai i fëmijës. Pyeti nëse Gjorina i ndihmente ta rriste fëmijën vetëm. Pyetjet ishin gjithmonë të mbështjella me shqetësim, por i mbetën në mendje Gjorinës edhe pasi mbaronte biseda. Ndonjëherë, Valbona merrte telefonata dhe shkunte në dhomën tjetër për të folur me zë të ulët. Kur kthehej, humori i saj ndryshonte. Herë bihte e largët, herë e shpërqendruar. Filloi të mbyllte derën e dhomës së saj natën, diçka që më parë nuk e bënte. Një pasdite, Gjorina e pa Valbonën duke numëruar para mbi tavolinën e kuzhinës. Kur e pa që Gjorina po e shikonte, i mblodhi shpejt kartmonedhat dhe buzëqeshi, duke thënë se nuk ishte asnjë e rëndësishme. Gjorina pohoi me kokë, duke i thënë vetes se po imagjinonte. Natën kur gjithçka ndryshoi, apartamenti ishte jashtëzakonisht i qetë. Eliona flinte në krevatin e vogël pranë shtratit. Gjorina rrinte zgjuar duke dëgjuar zhurmat e ndërtesës. Dëgjoi Valbonën flos në dhomën e ndenjeje. Në fillim mendoi se ishte në telefon, por pastaj dëgjoi një zë tjetër, zë gurri, i ulët dhe i panjohur. Gjorina u ul ngadalë dhe ju afnua derës, vuri veshin pas saj me zemrën që i rrehte fort. Burri fliste përpara, për shumën që mund të ofronte. Valbona u përgjigj pa hezitim, duke negociuar qetësisht. Flisnin për foshnjën, për sa e vogël ishte, për faktin se askush nuk duhej të vinte të bënte pyetje. Duart e Gjorinës filluan të dridhen, zëri u ndal në fyt. Ajo e kuptoi para se të donte ta kuptonte. Nuk po flisnin për ndihmë, po flisnin për ta shitur fëmijën e saj. U largua nga dera, me këmbët që i dridhen, syt i shkuan tek Eliona që flinte qetë, pa e ditur rrezikun që e rrethonte. Frika e mbështjelli Gjorinën si van, më e fortë se çdo gjë tjetër që kishte ndjer. Kjo nuk ishte më për mbijetesën e saj, ishte për vajzën e saj. Ajo nuk bërtiti, nuk u përball me Valbonën. Lëvizte në heshtje, me kujdes, e shtyr nga instikti. Mblodhi pak gjërat që kishte, mbështjelli Elionën fort pranë kraharorit dhe priti. Kur apartamenti më në fund ra në heshtje, Gjorina haki derën dhe doli në korridor. Ndërtesa kërciti lehtë ndërsa ajo zbriti shkallët. Jashtë, ajri i natës ishte i ftohtë dhe i mprehtë. Ajo nuk u kthye mbrapa. Eci shpejt, duke mbajtur Elionën fort me zemrën që i rrehte fort. Çdo hije ju duke kërcënuese, çdo zhurmë bënte të shtrëngonte fëmijën edhe më fort. Nuk e dinte ku po shkonte, dinte vetëm se duhej të largohej. Kur qielli zberdhoi, Gjorina ishte atje larg apartamentit. Krahët i dhemten nga mbajtja e Elionës, por ajo nuk ngadalsoi. Frika e shtynte përpara, kishte shpituar edhe një herë, por tani e kuptonte qartë diçka. Të qenit mën nuk ishte më vetëm dashuri, ishte mbijetesë. Jorina eci për orë të tëra me Elionën të shtrënguar fort pas kraharorit, duke u lërguar nga Elbasani dhe duke ndjekur rrugën që të çonte drejt Gramshit. Ajri i natës kishte qenë i ftohtë, por me ardhjen e mëngjesit, dielli u ngriti rënd dhe i pamëshirshëm. Këmbët i dridheshin në çdo hap. Shpina i dhemte nga pesha e vazhdueshme e fëmijës
dhe fyti ishte tharë sa do që përpiqej të gëlltiste. Ndalonte vetëm kur Eliona qante. Ulej në anë të rrugës për ta ushqyer me gji, duke mbuluar foshnjën nga sytë e kalimtarëve me trupin e saj. Kur arriti në skajet e Gramshit, Jorina ndihej e zbrazet nga forcat. Qyteti ishte më i vogël dhe më i qetë se Elbasani, me rrugë të ngushta, shtëpi modeste dhe një ritëm të ngadalt që zakonisht të jepte qetësi. Atë ditë nuk i dha asgjë. Ajo eci nëpër tregun lokal, ku gratë bënin pazare për domate, qep dhe bukë të freskët. Era e byrekut dhe e mishit të pjekur mbushte ajrin. Jorina qëndroi në skaj të tezgave, e pasigurt, dhe më pas pyeti me zë të ulët nëse dikush mund t'i jepte pak ujë. Shumica shmangën shikimin e saj. Një grua tundi kokën me padurim, një tjetër i tha të largohej që klientët të kalonin. Ajo ndjeu se po zhdukej sërisht, duke u kthyer në dikë që njerëzit e shikonin përmes saj, jo drejt saj. U ul mbi një mur të ulët pranë tregut, duke e lëkundur lehtë Elionën. Foshnja ishte e uritur dhe e shqetësuar. Stomaku i Jorinës u shtrëngua nga uria, por ajo u përqendrua vetëm te qetësimi i vajzës së saj. I tha vetes se kishte shpëtuar edhe një herë, dhe kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Megjithatë, frika e ndiqte si hije. Nuk e dinte ku do të flinte atë natë. Atëherë u ndal përpara saj Altini. Ai ishte i veshur mirë, jo i tepruar, por i rregullt, këpucë të pastra, këmishe hekurosur, qëndrimi qetë. Folte me mirësjellje, duke e pyetur nëse kishte nevojë për ndihmë. Zëri i tij ishte i barabartë, i matur, nga ata që nuk nxitojnë. Jorina hezitoi përpara se të përgjigjej. Kishte mësuar të ishte e kujdesme. Tha vetëm se ishte e lodhur dhe nuk kishte ku të shkonte. Altini nuk këmbguli. I ofroi t'i blinte diçka për të ngrënë. Brenda një lokali të vogël fast foodi, ai porositi supë, bukë dhe çaj. Jorina hëngri ngadalë, e turpëruar nga uria e saj, por e pa aftë të ndalej. Altini e vëzhgonte në heshtje, pastaj i pyeti për foshnjën. Kur Jorina ha se ishte vetëm, shprehja e tij u zbut. Tha se kishte një apartament të vogël aty pranë dhe se ajo dhe fëmia mund të qëndronin aty për pak kohë, derisa të gjente një zgjidhje. Ajo e studioi fytyrën e tij me kujdes. Nuk kishte ngut, nuk kishte presion, vetëm durim. Kundër gjykimit të saj më të mirë, lodhja e detyroi të pranonte. Apartamenti ishte i pastër dhe i rregullt në një rrugë të qetë. Brenda kishte një dhomë denje të thjeshtë, një dhomë gjumi dhe një banjë me ujë të ngrohtë. Altini i dha peshqir dhe rroba të pastra për foshnjën, solli qumësht, pelena dhe fruta. Atë natë të parë, Jorina fjeti thellë për herë të parë pas shumë ditësh, me Elionën pranë saj. Javët që pasuan duken pothuajse normale. Altini dilte herët në mëngjes dhe kthehej në mbrëmje. Kur nuk hynte në dhomën e saj pa trokitur. Pyeste nëse i duhej diçka dhe respektonte heshtimin e saj. Gjatë ditës, Jorina kujdesej për shtëpinë, pastronte dhe gatuante ushqime të thjeshta si supë ose oriz, kur Altini sillte ushqime. Eliona filloi të flinte më mirë. Trupi i Jorinës u rikuperua ngadalë. Frika u zbut në diçka që i ngjante lehtësimit. Kaluan muaj. Rutina u vendos. Altini pagonte faturat, e mbante apartamentin të furnizuar dhe fliste me butësi me Elionën. Jorina filloi të besonte se në më fund kishte gjetur një vend ku askush nuk priste diçka në këmbes. I tha vetes se jo të gjithë ata që ndihmojnë kërkojnë diçka në mbrapsht, por gjërat vogla filluan të ndryshonin. Jorina u zgjua ngadalë nga tingulli i hapave të lehtë dhe aroma e bukës së ngrohtë. Për një çast nuk e kuptoi se ku ndodhej. Tavani mbi të ishte i panjohur, i lyer me një ngjyrë të çelët, me një çarje të vogël në njërin cep. Drita e diellit hynte përmes perdeve të holla, e butë dhe jo e fortë. Trupi i dhemte, por frika që zakonisht e priste çdo mëngjes nuk ishte aty. Ajo ktheu kokën dhe pa Elionën duke fjetur pranë saj, e mbështjell me një batanie të pastër. Gjoksi i foshnjës ngrihej e ulej qetë. Lehtësimi e përfshiu Jorinën aq papritur sa sytë u mbushën me lot. Ul me kujdes, nga frika se mos e zgjonte. Dera u hap lehtë dhe brenda hyri një grua. Ishte rreth të 40-ave të vona, e veshur thjesht, me flokët e lidhura dhe me lëvizje të qeta e të menduara. Ishte Besa, gruaja e pastorit. Ajo foli me zë të butë, duke i thënë Jorinës se ishte e sigurt, se ishte rrëzuar pranë kishës një natë më parë. I tha se Eliona kishte fjetur qetë dhe se ishte ushqyer. Besa nuk bëri pyetje, nuk kërkoi shpjegime. Vendosi një filxhan me çaj të ngrohtë mbi tavolinën e vogël dhe i tha Jorinës ta pinte ngadalë.
Çaji kishte aromë bim shmali. Duart e Jorinës dridheshin teksa e mbante filxhanin, por ngroftësia e qetësoi. Më vonë atë mëngjes, Jorina u njoh me ambientet e kishës. Ishte një vend i thjeshtë dhe i qetë, i rrethuar nga pemë dhe një mur i ulët guri. Disa dhoma ishin të lidhura me ndërtesën kryesore dhe përdoreshin për mysafir apo njerëz në nevojë. Çdo gjë ishte modeste, por e pastër. Askush nuk e shikonte me kureshtje, askush nuk pëshpëriste. Jeta në kishë kishte një ritëm të qetë. Mëngjeset ishin të heshtura, njerëzit lëviznin me qëllim, por pa ngut. Ushqimet haheshin së pashku në një tavolinë të gjatë druri, supë, bukë, djath, ullinj, asgjë e veçantë, por gjithmonë mjaftueshëm. Jorina vuri re se si të gjithë prisnin që të uleshin të tjerët përpara se të fillonin të hanin, se si askush nuk merrte më shumë se që duhej. Ishte një ndjesi respekti dhe rregulli. Eliona trajtohej me butësi nga gratë që jetonin aty pranë. Ato i flisnin me zë të ulit, buzëqeshnin kur ajo shtrinte duart e vogla. Jorina i vëzhgonte me kujdes në fillim, ende e ruajtur, por asgjë nuk duke e gabuar. Nuk kishte pyetje për favore, nuk kishte shikime që zgjateshin më shumë se ç'duhej, nuk kishte pritshmëri. Për herë të parë që nga largimi nga Dumreja, Jorina fjeti pa e mbyllur derën me çelës. Ditët kaluan, pastaj javët. Siguria e qetë i lejoi diçkaje brenda saj të çlirohej. Një pasdite, ndërsa paloste rroba bashkë me Besën, Jorina filloi të fliste. Në fillim fjalët i dolën të pasigurta. Tregoi historinë e saj ngadalë, duke u ndalur shpesh, me zërin që i thyhej kur fliste për dëbimin nga shtëpia, për rrugët, për njerëzit që ishin shtirur sikur po e ndihmonin. Besa dëgjoi pa e ndërprer. Nuk dha këshilla, nuk gjykoi. Kur Jorina mbaroi, Besa vendosi dorën mbi të sajën dhe tha thjesht se ajo që kishte ndodhur nuk ishte faji i saj. Këto fjalë qëndruan gjatë në mendje Jorinës. Pas pak kohe, Besa i sugjeroi Jorinës të kalonte kohë në kuzhinën e kishës, jo si detyrim, por si mënyrë për të qenë zënë. I mësoi si të përgatiste brumin, si ta ndjente me duar, si ta kuptonte kur ishte gati. Bënin byrek me spinaq dhe djath, kuleç për raste të veçanta dhe ëmbëlsira të vogla për shërbesat e së dielës. Jorina gjeti qetësi në ritmin e ngjeshjes dhe formësimit. I kujtoi kuzhinën e nënës së saj, pas ditët e dikurshme përpara se gjithçka të ndryshonte. Eliona qëndronte pranë në një diep të vogël, duke i vëzhguar me sy të mëdhenj. Qaret e saj u rralluan, faqet ju mbushën. Filloi të qeshte, një tingull i butë që e bënte Jorinën të ndalonte çdo punë vetëm për ta dëgjuar. Pas shërbesave të së dielës, Besa i sugjeroi Jorinës të vendoste një tepsi të vogël pranë portës. Ajo e mbushi me ëmbëlsirat që kishin përgatitur. Njerëzit ju afruan fillimisht me ngadalësi, kurietar. Disa e njohnin Jorinën si vajzën e re që ishte ardhur muaj më parë, heshtur dhe tërhequr. E përshëndeten me mirësjellje, paguan pa bërë pazare. Disa lanë disa monedha më tepër, pa thënë pse. Jorina i falenderonte të gjithë, duke i parë në sy. Me çdo shkëmbim, ndjente se diçka po i kthehej, jo parat, por dinjiteti. Fjala u përhap qetë, njerëzit flisnin për shijen e ëmbëlsirave, për vajzën e re që punonte fort dhe nuk shqetësonte askënd. Askush nuk pyeti për të kaluarën e saj, e pranuan ashtu siç ishte. Eliona vazhdonte të forcohej, mësoi të ulej vet, pastaj të zvardhitej. Qarja e saj mbushte oborin. Jorina filloi të imagjinonte një ardhme që nuk përfshinte më vrapim dhe frikë. Larg në Dumre, jeta ishte marrë një tjetër drejtim. Ramadani nuk ecte më me sigurinë e dikurshme. Pas largimit të Jorinës, ai besoi Arditit një mundësi biznesi që premtonte fitime të shpejta. Arditi fliste bindësi, tregonte dokumente dhe fliste për lidhje dhe zgjerim. Ramadani shiti tokë që ishte e familjes së tij për breza. Mori hua para nga të njohurit, besonte se po siguronte një ardhme më të mirë. Pastaj, Arditi u zhduk. Telefonatat mbeten pa përgjigje. Adresa e zyrës nuk çonte kusënd. Parat ishin humbur. Lajmi u përhap shpejt. Të njëjtit njerëz që dikur kërkonin mendimin e Ramadanit, tani e shmangnin. Ai s'dontoi se shkonte në mbledhje, nuk shkonte më në kafene. Shpresa u plak ndryshe, duke mbajtur barrën e shqetësimit dhe pendimit në qendrimin e saj. Mbante një kalendar të vogël të fshehur në një sirtar, duke shënuar muajt që nga largimi i Jorinës, duke besuar pa ditur pse. Në kish, Jorina vazhdonte të rindërtonte veten pjesë për pjesë. Mësoi të menaxhonte të ardhurat e vogla nga ëmbëlsirat, kursente me kujdes, planifikonte ushqimet.
Vëzhgonte mënyrën se si Besa i zgjidhte mosmarrveshjet me qetësi dhe vendosmëri, si ofronte ndihmë pa kontrolluar. Jorina filloi të fliste më shumë, qeshte her pas here, qëndronte më drejt. Frika që dikur e sundonte nuk u zhduk plotësisht, por nuk e kontrollonte më çdo hap. Ajo e kuptoi se siguria mund të ekzistonte pa kosto, se mirësia nuk kërkonte gjithmonë pagesë. Dhe ngadalë, me kujdes, Jorina filloi të besonte se mund të qëndronte në këmbët e saj. Jorina kishte filluar të ndjehesh sërish të qëndrueshme. Jeta në Kish i kishte dhënë ritëm, qëllim dhe një ndjenjë të qetë përkatësie. Mëngjeset i kalonte duke pjekur, pasditet duke u kujdesur për Elionën dhe mbrëmjet duke ngrënë ushqime të thjeshta me njerëzit që e kishin pranuar pa kërkuar asgjë në këmbim. Pikërisht gjatë një të diele të zakonshme, pasi shërbesa kishte mbaruar dhe njerëzit po largoheshin ngadalë nga obori i kishës, ajo vuri re për herë të parë Mirandën. Miranda nuk i ngjante të tjerëve. Ajo mbriti me një makinë me ngjyrë të errët, të pastër dhe të shtrenjtë, dhe zbriti me një vetbesim të qetë që tërhiqte vëmendjen pa u përpjekur. Ishte e veshur me shije, jo e egzageruar, por elegante në një mënyrë që tregonte para dhe kontroll. Flokët i kishte të rregulluara, bijuteritë diskrete por të dukshme. Qëndroi për një çast pranë portës, duke vëzhguar në heshtje, përpara se t'i afrohej tavolinës së vogël të Jorinës me ëmbëlsira. Ajo mori njërin, e vështroi me kujdes dhe buzëqeshi. Buzëqeshja ishte e ngrohtë, e ushtruar, bindse. E lavdëroi shijen, pyeti se kush i kishte përgatitur dhe dëgjoi me vëmendje përgjigjen e Jorinës. Miranda u prezantua me mirësjellje dhe tha se i admironte vajzat e reja që punonin fort. Fliste me zë të ulët, por çdo fjalë ishte e menduar. Para se të largohej, bleu gjithçka që ishte mbi tavolinë dhe i la Jorinës numrin e telefonit, duke i thënë se duhet të flisnin përsëri. Në fillim, Jorina nuk i kushtoi shumë rëndësi. Njerëz të ndryshëm kalonin shpesh në Kish, disa ishin kureshtar, disa dashamirës. Interesimi i Mirandës i dukej thjesht një kompliment, por Miranda u kthye të dielën tjetër, dhe javën pas saj. Çdo herë që vinte, qëndronte pak më gjatë, pyeste për jetën e Jorinës, për planet, për ëndrat, fliste për mundësi, për faktin se talenti duhej shpërblyer siç meritonte. Thoshte se të pjekurit e ëmbëlsirave pranë portës së kishës ishte vetëm fillimi, jo fundi. Përmende gra që kishte ndihmuar, gra që tani jetonin mirë, pa shqetësime. Jorina dëgjonte, por përgjigjej me kujdes. Kishte mësuar të peshonte fjalët. Megjithatë, diçka në sigurinë e Mirandës i zgjonte një herësh shpresë dhe shqetësim. Më në fund, Miranda e ftoi Jorinën të vizitonte shtëpinë e saj, duke thënë se aty do të ishte më e lehtë të flisnin pa shpërqendrime. Besa e vuri re ftesën dhe e vëzhgoi me kujdes, por nuk ndërhyri. I kujtoi Jorinës të ishte e kujdesme, t'i besonte instiktit të saj. Jorina e premtoi se do ta bënte. Shtëpia nuk i ngjante asgjëje që Jorina kishte parë më parë. Ndodhej në skaj të qytetit, e madhe dhe e heshtur, e rrethuar nga muret e larta dhe një portë e rëndë. Brenda, çdo gjë ishte e lëmuar dhe e kontrolluar. Tapetet e buta mbulonin dyshemet. Ajri mbante një aromë të lehtë parfumi të shtrenjtë. Miranda lëvizte në përdhoma me lehtësi, duke treguar detaje sikur po prezantonte një botë të ndërtuar me kujdes. Në shtëpi kishte edhe vajza të tjera të reja. Disa rrinin bashk në dhomën e ndenjës, të tjera kalonin nëpër korridore, të veshura bukur duke buzëqeshur me mirësjellje. I përshëndetën ngrohtësisht, por buzëqeshjet e tyre dukeshin të shtrënguara, sikur i mbaheshin me zor, nuk flisnin lirshëm. Sa herë që Miranda hynte në një dhomë, bisedat zbiheshin ose ndaleshin. Miranda fliste për disiplinë dhe për qëndrim, thoshte se suksesi kërkonte sakrifica, por se shpërblimet ja vlenin. Përmendte lidhje, njerëz me pushtet, marrëveshje private. Asnjëherë nuk sqaronte plotësisht, por gjithmonë linte të kuptonte se kishte më shumë. Jorina e vizitoi shtëpinë disa herë. Çdo vizitë shoqëroi me thorata, rroba për Elionën, ushqime, shuma të vogla parash që Jorina përpiqej të refuzonte. Miranda këmbgulte, duke thënë se po investon për të ardhmen e saj. Fjalët tingëllonin bujare, por këmbgurje e shqetësonte Jorinën. Ajo filloi të vërente motele. Vajzat rrallë dilnin nga shtëpia vetëm. Kur dilnin, shoqëroheshin. Telefonat e tyre shpesh nuk ishin pranë. Flisnin me kujdes, zgjidhnin fjalët sikur dikush mund t'i dëgjonte. Një mbrëmje, Miranda e kërkoi Jorinën të shtëndronte për natë. Ishte vonë dhe tha se ishte më e sigurt se sa të kthehej në Kish. Jorina hezitoi, por pranoi, duke i thënë vetes se do të largohej herët në mëngjes. Atë natë, pasi Eliona ra flej, Jorina u ndjej e shqetësuar. Shtëpia ishte shumë e qetë. Doli nga dhoma për të marrë pakuj.
Teksa ecte nëpër korridor, dëgjoi vëzërimin e Mirandës që vinte nga një dhomë tjetër. Dera ishte pak e herët. Miranda ishte në telefon. Toni i saj ndryshoi tani, i mprehtë, i ftohtë, fliste për moshë, pamje dhe disponibilitet. Përmende emra dhe vende, marrëveshje dhe kohë. Qeshi shkurt dhe tha se do të merrej me bindjen. Përmende burra me influencë, njerëz që paguanin mirë dhe nuk bënin pyetje. Gjorina mbeti e ngrër. Dora i shtrëngua pas murit. Çdo fjalë ishte e qartë, nuk kishte keq kuptim. Kjo nuk ishte mundësi, nuk ishte ndihmë, ishte trafikim. Mendja e saj u mbush me kujtime, Valbona që numëronte para, zëri i blerimit, dera e mbyllur i Altinit. Trupi i saj reagoi para se mendimet të qartësoheshin. Instikti i parë ishte të ikte, të merrte Elionën dhe të zhdukej sërish, përpara se të ishte vonë. U kthye në dhomë në heshtje dhe u ul në shtrat me zemrën që i rrihte fort. Eliona flinte qetë, pa i ditur asgjë. Gjorina e shikoi vajzën dhe ndjeu atë tërheqje të njohur të frikës, dëshirën t'u larguar me çdo kusht. Por diçka kishte ndryshuar. Ajo mendoi për vajzat e tjera në shtëpi, mendoi sa lehtë mund të largohej dhe sa lehtë do ta zvendësonin me një tjetër. Mendoi se sa gjatë Miranda kishte vepruar kështu, sa vajza kishin kaluar atu pa u vënë re. Për herë të parë, ikja i dukej si dorëzim. Gjorina qëndroi zgjuar deri në mëngjes, me vendimin që po formohej ngadalë dhe me dhimbje. Nuk do ta përfaqte Mirandën, nuk do të zbulonte veten, do të vëzhgonte, do të dëgjonte. Në ditët që pasuan, ajo u kthye në shtëpi ashtu si më parë, duke kujdesur që mos të ndryshonte sjelljen. Buzëqeshte kur pritej, dëgjonte më shumë se sa fliste. Filloi të vërente detaje, makinat që vinin vonë natën, burrat që nuk hynin nga porta kryesore, mënyrën se si vajzat visheshin ndryshe në mbrëmje të caktuara. Gjeti mënyra për të regjistruar atë që mundte. Fragmente të shkurtra zanore, në nota për data dhe orare, biseda që i mbante mend. Frikën e fsheu pas kajtësisë. Çdo mbrëmje kthehej në kish, duke e shtrengur Elionën më shtrënd se kurrë. Ende nuk i tregoi askujt, duke ditur se një hap i gabuar mund t'i vinte të gjithë në rrezik. Pesha vendimit e shtypte vazhdimisht. E dinte çfarë po rrezikonte. E dinte se do të ishte më i lehtë të largohej në heshtje, të mbronte vetëm veten dhe fëmijën e saj. Por e dinte gjithashtu se heshtja do të mbronte njerëzit e gabuar. Me kalimin e ditëve, frika e saj u kthye në qartësi. Ajo e kuptoi se guximi nuk ishte i zhurmshëm, ishte i duruar, ishte i kujdesshëm. Dhe kur erdhi momenti, Gjorina zgjodhi të vërtetën përpara sigurisë, duke ditur se nuk kishte më kthim mbrapa. Jorina zgjodhi një dhomë të qetë brenda kishës për të regjistruar videon. Nuk kishte zbukurime, filtra apo përpjekje për ta zbutur atë që do të thoshte. Ul një karrige të thjeshtë, me telefonin e vendosur me kujdes mbi një tavolinë përballë saj. Eliona flinte në dhomën tjetër, nën kujdesin e Besës. Jorina mori frym thellë para se të fillonte, jo sepse dyshonte të vetja, por sepse e dinte që sapo fjalët të dilnin nga goja e saj, nuk do të kishte më kthim pas. Ajo foli qartë, tha emrin e saj, tregoi se si ishte për zënë nga shtëpia, për vitet e ikjes dhe frikës, për njerëzit që ishin shtirur sikur po e ndihmonin dhe më pas kishin tentuar ta përdornin. Foli për Mirandën, për Vilën, për vajzat që jetonin aty me një liri të kontrolluar. Pastaj ndau atë që kishte mbledhur, regjistrime zanore, data, përshkrime takimesh, modele sjellje që kishte vërejtur. Nuk ngriti zërin, nuk qau, i la fakte të flisnin vet. Kur mbaroi, hezitoi vetëm një çast para se të shtykte butonin e publikimit. Të nesërme në mëngjes, videoja ishte kudo. Fillimisht u shpërnda në mesazhe private, pastaj hapur. Faqet e lajmeve ripostuan me tituj të shkurtër. Gazetarët nisën të bënin pyetje. Organizata për të drejtat e grave u lidhen me të, duke kërkuar detaje dhe duke ofruar ndihmë ligjore e mbrojtje. Komentet vërshuan nga e gjithë vendi. Disa ishin të tronditur, disa të zemëruar. Shumë e falenderuan që foli kur të tjerët nuk mundën. Brenda pak ditësh, Miranda u zhduk. Telefoni i saj nuk përgjigjej. Vila u mbyll. Policia vendosi shirita sigurie rreth pronës. Hetimet u shpallën publikisht. Emra nisën të dalin në dritë, fillimisht me kujdes, pastaj më hapur. Vajzat që kishin jetuar në shtëpi u gjetën dhe u vendosën në mbrojtje. Historia u zgjerua përtej Jorinës, duke u kthyer në diçka më të madhe se dhimbja e saj personale. Donacionet filluan të vinin, shumë të vogla nga njerëz të panjohur, shumë më të mëdha nga organizata dhe individ privat. Jorina e pranoi ndihmën me kujdes. U takua me avokat, kontabilist dhe përfaqësues që ia shpjeguan qartë mundësitë. Refuzoi çdo gjë që i dukej e paqartë ose e nxituar.
e mbante mend shumë mirë çmimin e besimit të verbër. Parati përdori me mend. Gjëja e parë që bëri ishte sigurimi i një banese të qëndrueshme pranë kishës, jo e madhe, jo luksoze, por e sigurt dhe e përhershme. Pastaj investoi në trajnim. U regjistrua në kurse profesionale pasticcerie, duke u nisur herët në mëngjes dhe duke u kthyer në mbrëmje për të qenë pranë Ilionës. Studioi receta, sigurinë ushqimore dhe menaxhimin financiar. E trajtoi si punë, jo si bamirësi. Kur hapi dykanin e saj të vogël, e quajti Eliona's Bites. Hapësira ishte modeste, në një rrugë të qetë me kalim të vazhdueshëm. Aroma e byrekut të freskët, bukës dhe ëmbëlsirave dilte çdo mëngjes nga dera. Jorina punonte vetë pas banaku në fillim, përshëndeste klientët me mirësjellje, mësonte çfarë preferonin dhe përshtatej nga gal. Historia e guximit të saj i sillte njerëzit brenda, por ishte cilësia e ushqimit që i bënte të ktheheshin. Me rritjen e biznesit, ajo punësoi gra të tjera, nëna beqare, gra që po rindërtonin jetën, gra që kishin nevojë për një shans pa kushte. Pagoi paga të drejta, respektoi oraret, dëgjoi. Dykani u bë më shumë se një vend pune. U bë një hapësirë ku dinjiteti praktikohej çdo ditë. Emri i Jorinës filloi të përmendet në kontekste të ndryshme. Intervistat fokusoheshin te puna e saj, jo te e kaluara. U ftua në panele për sipërmarrje të vogël. Foli me kujdes, pa e egzageruar rrugtimin e saj, pa e kthyer në spektakël. Ishte e vendosur, por e qetë, e mbështetur në përspërje. 3 vite pasi ishte dëbuar nga shtëpia, Jorina mori një ftesë në një dasim në Korçë. Ftesa ishte elegante, letre tresh me shkronja të arta. Emrin e nuses e njohu menjëherë. Giuliana ishte një grua që e kishte njohur ditët e para në kish, dikush që i kishte treguar mirësi, pa e ditur historinë e plot. Jorina ishte ftuar jo vetëm si e ftuar, por edhe si furnizuesja e ëmbëlsirave për ceremoninë. Ajo pranoi. Korça ishte i gjalla të fundjavë. Ambienti ishte madhështor, i mbushur me lule, muzikë dhe biseda të ulta. Jorina e rriti herët me ekipin e saj për të mbikëqyrur përgatitjet. Eliona qëndronte pranë saj, e veshur me një fustan të thjeshtë që i përshtatej nënës, duke ia mbajtur dorën. Të ftuarit kalonin pranë duke admiruar tortat dhe ëmbëlsirat. Teksa Jorina shihte sallën, vëmendja ju tërhoq nga një banerol i madh pranë skenës. Në të ishin të shtypura fytyrat e buzëqeshura të çiftit. Sytë e saj kaluan nga nusja tek dhëndrari. Ajo u ngri. Burri në banerol ishte Arditi. Koha sikur u ngadalsua. Zhurma e sallës u shua në një gumëzhim të largët. Jorina ndjeu shtrëngimin i njohur në kreharin, peshën e kujtimeve që po ktheheshin me forcë. Arditi, miku i besuar i të atit, burri mashtrimi i cilit kishte shkatruar familjen e saj, njeriu përgjegjës për shtatzaninë e saj. Ajo bëri një hap mbrapa, duke përpjekur të ruante qetësinë. Giuliana ju afrua e buzëqeshur, pa e kuptuar ndryshimin. Kur vuri re fytyrën e zbehtë të Jorinës, e pyeti nëse diçka nuk shkonte. Jorina hezitoi, pastaj e kërkoi me zë të ulët të flisnin privatisht. Në një dhomë të vogël, larg të ftuarve, Jorina i tregoi të vërtetën. Foli pa akuza, pa zemërim. Shpjegoi kush ishte Arditi, çfarë kishte bërë vite më parë, si e kishte kërcënuar për ta detyruar të heshtej, si jeta e saj ishte shpërbërë si pasojë. I tha Giulianën se Eliona ishte fëmia i tij. Giuliana dëgjoi pa e ndërprer. Shprehja e saj ndryshoi ngadalë, nga mosbesimi në tronditje. Bëri vetëm një pyetje. Nëse Jorina ishte e sigurt. Jorina e përgjigji qartë se ishte. Giuliana u largua nga dhoma pa thënë zgjo. Festa nuk vazhdoi. Muzika ndaloi. Të ftuarit ju kërkua të prisnin. Konfuzioni u përhap në sallë. Disa orë më vonë, oficer policia arritën në heshtje. Ju afruan Arditit, ndërsa ai qëndronte rrethuar nga të ftuarit. Ai përpoq të buzëqeshte, të fliste, por prangat e heshtën. Telefonat u ngritën, videot u regjistruan. Të nesërme në mëngjes, pamjet ishin kuto. Titujt flisnin për ekspozim dhe arrestim, për një biznesmen të respektuar dhe maskuar, për një grua që refuzonte të heshtej. Hetimet u zgjeruan, akuzat vjetra u rishfaqën dhe të tjerë dolën përpara. Jorina i ndoqi lajmet nga homa, me Leonën qendër pranë saj. Nuk ndjeu triumf, ndjeu mbyllje. Për herë të parë, e kaluara ishte përballur me të tashmen dhe nuk mund të fshihej më. Jorina u kthye në Dumre një pasdite të qetë, pa njoftime dhe pa shoqërime. Rruga që të çonte drejt zonës i dukej më e ngushtë se sa e mbante mend, e rrethuar nga fusha që ishin rritur pa rregull ndër vite. Ajri mbante aromën e njohur të dheut të thatë dhe tymit të druve. Ajo uli pak xhamin e makinës dhe lejoi erën t'i prekte fytyrën. Këtë herë nuk kishte frikë në kraharor, vetëm qetësi. Kur zbriti nga makina pranë shtëpisë së familjes, fqinjët ndanën lëvizjet. Disa e njohën menjëherë,
Të tjerëve ju desh pak më shumë kohë. Përshpëritjet u përhapën lehtë, jo të mprehta si dikur, por të pasigurta. Jorina ecte me hap të qëndrueshëm, e veshur thjesht, me Elionën që i mbante dorën. Nuk nxitoi, nuk u fsheh. Shpresa ishte e para që e pa qartë. Qëndronte pranderës, më e dobët se më parë, me flokë më të thinjur dhe shpatula pak të kërësuara. Kur sytë e saj u takuan me Jorinën, ajo u ngrirë në vend. Për një çast, asnjëra nuk lëvizi. Pastaj duart e shpresës u ngritën drejt gojës dhe gjunjët i u drodhën. Ajo përshkoi distancën e shkurtër mes tyre dhe e shtrëngoi vajzën fort, sikur të kishte frikë se do ta humbiste sërish. Jorina ndjeu të qarat e heshtura të nënës mbi supin e saj dhe e mbajtit po aq fort. Brenda shtëpisë gjithçka dukej e pandryshuar dhe e konsumuar njëkohësisht. Muret mbanin shenja moshe, mobiljet ishin lëvizur pak, rregulluar aty ku ishte mundur. Ajo që binte më shumë në sy ishte heshtja. Shtëpia që dikur mbante autoritet, tani dukej e përullur. Ramadani rrinte ulur pranë dritares, mbi një stol të ulët. Nuk u ngrit kur Jorina hyri. Qëndrimi i tij ishte më i vogël, lëvizjet më të ngadalta. Kur ngriti syt, ato mbanin njohje dhe diçka më të rëndë. Turp. U përpoq të fliste, por u ndal, duke ulur shikimin. Jorina qëndroi përpara tij pa zemërim. Foli me qetësi, duke i thënë se ishte kthyer jo për të akuzuar, por për të mbyllur atë që kishte mbetur e hapur. Shpresa qëndronte pranë, në heshtje, duke dëgjuar. Lajmi u përhap shpejt në përdumre. Deri në mbrëmje, njerëzit u mblodhen jashtë shtëpisë. Jo vetëm nga kureshtja, por sepse historia tashme u kishte ardhur përmes ekranesh dhe fjalësh nga qytete të tjera. Jorina doli jashtë dhe i u drejtua atyre drejt për drejt. Tregoi të vërtetën qartë, pas bukurime. Foli për atë që kishte ndodhur vite më parë, për dëbimin, për burrin që ishte fshehur pas respektit dhe pushtetit. E përmendi arditin dhe foli për krimet e tij pa e ngritur zërin. Turma dëgjoi, disa me kokën ulur, të tjerë me mosbesim, që gradualisht u kthye në kuptim. Ramadani doli përpara ngadalë. Zëri dridhej teksa fliste. Pranoi dështimin e tij publikisht, jo si mbrojtje, por si pranim. Tha se kishte zgjedhur krenarinë mbi mbrojtjen, reputacionin mbi fëmijën e tij. I kërkoi falje Jorinës, pa justifikime. Përullësia në tonin e tij ishte e panjohur për ata që e kishin njohur dikur. Jorina dëgjoi. Kur ai mbaroi, ajo foli sërish. Tha se e falte, jo për të fshirë atë që kishte ndodhur, por për ta liruar veten nga barra e së shkuarës. E bëri të qartë se falja nuk do të thoshte harres apo pretendim se e kaluara nuk kishte shkaktuar dëm. Do të thoshte zgjedhja për të mos e lejuar atë të përcaktonte të ardhmen. Në javët që pasuan, Jorina veproi në heshtje. Shlyu borxhet që ende rëndonin mbi familjen, borxhet që i kishin ulur Ramadanin nga një njeri me peshë në një njeri që mbijetonte në heshtje. U bën riparime në shtëpi, jo për të rikthyer statusin, por funksionin. Qëndrimi i shpresës u çlirua. Ramadani fliste më pak dhe dëgjonte më shumë. Jorina hapi një deg të vogël të Elionas Bajc aty pranë. Punsoi gra vendase, disa prej të cilave kishin histori të tyre të vështirësish. Aroma e bukës së freskët dhe e ëmbëlsirave u rikthye në zonë, duke tërhequr njerëz jo nga detyrimi, por nga vlerësimi i sinqert. Eliona vraponte në obor, duke qeshur lirshëm, duke i përkitur vendit pa një dyshim. Krahas biznesit, Jorina themeloi një fondacion për mbështetjen e vajzave të abuzuara dhe nënave të reja. Ofronte orientim drejt strehimit, ndihmë ligjore dhe mundësi trajnimi. Nuk e vuri emrin e saj në qendër, u përqendrua tek puna. Kur më në fund u përgatit të largohej sërish nga dumreja, nuk kishte më përballje të pambyllura. Shpresa e përqafoi me mirënjohje, jo me frikë. Ramadani qëndroi pranë me zërin e ulët teksa i uronte rrugë të mbar. Jorina u largua, duke ditur se nuk kishte më asgjë për të provuar. Ishte kthyer jo për të rimarrë nderin, por për të rindërtuar atë që mund të rindërtohej. Vajza që ishte refuzuar, është bërë ajo që riktheu ekuilibrin, jo përmes hakmerrjes, por përmes të vërtetës. Historia e saj mbeti si kujtesë se heshtja mbron dhunën, ndërsa e vërteta, e thënë me guxim, krijon hapësirë për shërim.